Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun në lartësuar dhe abdrojmë qëmë salavat dhe salame pejgamberit e ti Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam, familjes, shokëve dhe të gjithë besimtarve musliman që pasojnë rrugën e ti dhe udhëzohen me sunetin e ti deri në ditën e gjykimit. Të nderuar, javën e kaluar e kemi përmbyll serin e derseve që ndërlidhen me delegacionet, pra 3 derse kemi mbajt. Sot do të kalojmë një temë tjetër në sire, ajo është haxhi i vitit të 9 hijretit. Më ndryshë njihet edhe haxhi i Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu, për arsye se është haxhi në cilin e ka udhëheq Ebu Bekri e jo Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Kështu që vetëm sa për kujtim, neve e dim që Mekkeja është shtiru në cëllën vitin e 8 hijretit, në muajin Ramazan. Pra në muajin Ramazan. Pastaj mas Ramazanit ka ardhur Shevali, ka ardhur Dhul-Qa'da edhe ka ardhur Dhul-Hijja. Vitin e 8. Kështu që edhe në vitin e 8 ka pas haxh. Por muslimanët nuk ka qenë obligim haxhi për muslimanët në përgjithësi. Haxhi është bë obligim në vitin e 9 e tutje. Në vitin e 8 nuk ka qenë obligim, prandaj edhe nuk kanë marrë pjesë as Muhamedi sallallahu alaihi wasallam as medinasit në përgjithësi. Edhe pse mundësit e kom fjalën rrethanat me gjithë angazhimet sa ne kanë qenë, po arsyeja pse Allah i madhërisht çuçi përmendën ulemat në përgjithësi, pse nuk është obligu haxhi në vitin e 8, kanë qenë disa arsye. Një nga arsyet më të rëndësishme ka qenë siguria, për arsye se Mekkeja ishte çliruar vitin e 8, por rrethina e Mekës ka pas rrezik, sikurse që ka qenë kush? Thaqifi, kanë qenë do thotë fiset ndryshme, të cilat ende ka qenë në armiqësi me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanët në përgjithësi, prandaj edhe organizimi i haxhit edhe realizimi i haxhit ka qenë me rrezikshmëri, edhe udhëtimi, prandaj edhe nuk ka qenë obligativ në vitin e 8, megjithse është bë haxhi. Edhe në vitin e 8, faktikisht edhe pse kim shumë pak dhëna në lidhje me këto zhvillimet e haxhit në vitin e 8, ajo që ka dim është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam masi që ka shku ose para se me shku prej Mekës, masi që është liru Mekka edhe është kthy, pra Huneni edhe rrethimi i Taifit, edhe kur është kthy në Medinë, e ka caktu në Medinë, e ka caktu Attab ibn Usaid. Attab ibn Usaid ka qenë prej Mekasve, ka qenë moshë të re, nuk ka qenë shumë i vjetër, e ka pranu Islamin në çlirimin e Mekës, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam atë e ka saktu më këmbës si udhëheq të Mekës, dhe është kthy, edhe mundet dikush me thonë pse nuk e ka lënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dikun prej sahabeve, posaçërisht prej muhaxhirëve, Ebu Bekrin, Omerin, Othmanin, Aliun, apo dikon, kjo ka të bëjë me një çështje të fikut, e kemi përmend që njeriu kur bën hijret për hir të Zotit nga një vend edhe largohet, nuk bën më kthy, për arsye se ata e ka bë për hir të Zotit edhe mbetet atje ku e ka bë hijretin. Prandaj të gjithë sahabët, të gjithë muhaxhirët janë kthy me pejgamberin, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam janë kthy në Medinë. Asnjëri nuk ka mbet në Mekë, por Mekka ju ka qenë, pra e kanë banorët e Mekës, prej tyre ka pas musliman që kanë pranuar Islamin, i thojnë muslimatul fath, musliman që kanë ndodhur pas lirimit, edhe ka pas edhe prap çka idhujtara, ka pas idhujtar prap. Edhe pra është zhvillu haxhi edhe në vitin e 8, po ka qenë një pjesëmarrje e vogël e muslimanëve në udhëheqjen e Attab ibn Usaidit, është bë haxhi. Po jo sikurse në vitin e 9 edhe pastaj në vitin e 10, sikur e dim, kur është shumë fishu numri i muslimanëve. Gjithashtu është e rëndësishme me përmend këtu në këtë kontekst edhe çështjen e ritualit haxhit tek idhujtarët e Mekës. Dhe ajo që ka dim është se faktikisht haxhi ka qenë i njohur edhe te idhujtarët e Mekës, apo
A keni parasysh, për arsye se haxhi ndërlidhet me kohën e Ibrahimit a.s. që u adhin finnas e kemi përmend që thirr në njerëzit, pra Ibrahimi ka qenë i pari që është obligu me haxhin në Qabe. Prandaj edhe ju kujtohet ndoshta në fillim kur kemi shpjegu rreth idhujtarisë arabëve të Mekës, edhe në përgjithësi të si udhësës së Arabisë, ku ka qenë filli, kemi thonë që disa rituale i kanë trashëguar nga Ibrahimi e Ismaili a.s. Por ato i kanë përly pastaj me idhujtari dhe me shirk edhe me veprimet kësaj natyre. Edhe haxhi si ritual ka qenë i njohur te ta, edhe kanë zhvilluar, edhe kanë bë mirë, po me ato tejkalime ose ndryshime dhe idhujtari të cilën e kanë ngjyros ritualin e haxhit në përgjithësi. Prandaj edhe kjo vrehet edhe prandaj ka qenë e njohur tek ata. E kur ka ardhur Islami e ka pastru ritualet e haxhit, po jo të gjitha për me njëherë, disa sene janë pastru në vitin e 8, disa sene posaçërisht në vitin e 9, për cilën do të flasim tutje, edhe do si sqaroj më konkretisht disa veprime që janë ndryshu edhe përmirësu apo largu si ritualet e idhujtarëve. Pastaj në vitin e 10, kur e ka bë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam haxhin, e ka bë në konform ashtu që e bëjmë edhe ne prej asaj dite, duke sqaruar çdo veprim, si thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, khudhu anni manasikakum, gjatë haxhit vitin e 10, kur shpjegojmë do ta detajzojmë pak më shumë, që i ka thonë merrni nga unë apo mësoni nga unë ritualet edhe mënyrën e haxhit, për arsye se nuk e di që ka mundësi që vitin e ardhshëm nuk do t'ju takoj më, që me një fjalë ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që në vitin 11 nuk do të jem me juve në haxh, do të jeni vet. Prandaj edhe mësoni në këtë vit, kështu që kuptoni mirë që vitin e 11 dijeni që do të jeni vet edhe do ta realizoni haxhin ashtu që ju ka mësuar në këtë vit. Pra, kjo është domosdoshmë çështja çka duhet me e pas parasysh, që vitin e 9 është bë obligim haxhi, edhe kur ka ardhur koha e haxhit, pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mas kthimin nga Tebuku, siç përmenden disa tabin, ka qëndru pra në Medine 3 muaj, pra ka qëndru në Ramazan, në Sheval edhe në Dhulqa'de. Pastaj ka ardhur koha e haxhit, pra pak para Dhulqa'des, do thotë pak para Dhulhijhes për munis për në haxh. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thonë Ebu Bekrit që ti do të shkosh si udhëhes, edhe ka lënë si personi i cili do ta udhëhes grupin i cili do ta realizoj haxhin. Nuk ka qenë një numër i madh, transmetohet që kanë qenë 300 veta, që ju kanë bashkangjit Ebu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu, ka pas prej tyre ensar, ka pas prej tyre edhe muhaxhir, pra nuk kanë qenë një grup i caktuar, pra nuk ka qenë në formë një thirrje masovike pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të gjithë me marr pjesë, për arsye do t'i shpjegojmë tutje pse, sidoqoftë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka marr pjesë në haxhin në vitin e 9. Aleikum selam. Nuk ka marr pjesë në vitin e 9. Edhe çka ndodh? Arsyet pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka marr pjesë në vitin e 9, kryesisht për cilësit e sirës i përmendin 2 arsye. Njëra arsye ndërlidhet me derset e javëve të kaluara, çështja e delegacioneve edhe zënia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam posaçërisht mas Tebukut, ardhja e njerëzve ka qenë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qëndruar në Medinë për të pritur delegacionet. Edhe kjo është një nga arsyet që i përmendin për cilësit e sirës. Arsyeja e dytë që është ma e theksuar dhe përmendet për cilët nga vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pse nuk ka marrë pjesë në vitin e 9, ka theksu se ju e keni parasysh në ashtu si që përmendëm ritualet e umrës, e haxhit që i kanë bë, ose tavafit ose veprimtarisë që i kanë bë mushrikët në përgjithësi, kanë pas disa tejkalime. Prej tyre ka qenë edhe bërja e haxhit lakuriç, pra të zhveshur nga rrobët. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam transmetohet në disa transmetime
kur ka thënë që në haxhin e arshëm, pra në vitin e 9, do të marrin pjesë edhe mushrikët, që ende s'janë fut në islam, ende s'janë bë musliman, do të marrin pjesë, ata do të vinë me bë haxhin. Edhe musliman do ta bëjnë haxhin, edhe pejgamberi sallallahu nuk i takon një pejgamberi me marr pjesë në atë formë të tavafit, kur do të bëjnë tavaf edhe njerëz lakurisht dhe bëjnë tejkalime, kështu që për këtë shkak edhe pejgamberi sallallahu ka qëndruar, edhe synimi i haxhit në vitit 9 ka qenë edhe largimi këtyre tejkalimeve apo veprimeve të këqija që i kanë bë mushrikët e Mekës gjatë ritualeve të haxhit. Prandaj edhe kjo ka qenë arsyeja e dytë. Pra këto dy arsye e përmendën. E para ishte delegacionet, edhe e dyta pra shkaku i veprimeve të ndryshme që i bënin idhujtarët, që Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nuk ka dashur me marr pjesë dhe mi pa ato veprime. Këtu një pikë duhet me pas parasysh tek koncepti i veshjes, respektivisht i zhveshjes së mushrikëve të Mekës, mushrikëve idhujtarëve në përgjithësi gjatë ritualit të tavafit. Çfarë ka qenë arsyeja sipas tyre? Ata edhe Allahu i Madhërisht e përmend në Kur'anin famlar, kur në surën Al-A'raf ajeti 28, Allahu i Madhërisht e zbret një ajet, thot wa idha fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayhi aba'ana wallahu amarna biha. Që nëse përkthejmë në shqip, po thot Allahu i Madhërisht, kur ata bënin një vepër jo të mirë, vepër të shëmtuar, fahisha në gjuhën arabe e ka për qëllim mëkatin, po ka të bëjë ma shumë në aspektin e mëkatit që është i keq, i shëmtum, sikurse që është zinaja dhe veprimet pra që ndërlidhen me moralin dhe me sjelljen e njeriut në përgjithësi. Këtyne ju thujnë fahishe, pra gjunahe që janë kësaj kategorie. Edhe Allah i Madhërisht bëhet kur idhujtarët bënin veprat të shëmtuara, mëkate të shëmtuara që kanë për qëllim të kësaj kategorie. Edhe komentatorët e këtij ajeti thonë që aludohet, ashtu siç përmendet nga disa tabein, që ajeti aludon tek tavafi lakurish. Pra tek tavafi lakurish, kur ata e bënin pra këtë veprimtari, çka thonin, i bënin dy arsyetime, me thonë kushtimisht. Arsyetimi i parë është që wajadna 'alayha aba'ana, që kështu i kena pa të parë tonë, kështu e kanë pa tavafin, edhe na po e bëjmë ashtu. Edhe e dyta, wallahu amarna biha, edhe Zoti na ka urdhëruar kështu. Allah i Madhërisht ju përgjigjet në këtë ajet, thot qul inna Allaha la ya'muru bil fahsha. Thuaj o Muhammed atyne që Allahu nuk urdhëron në veprime të shëmtuara. Nuk ka urdhër që Zoti të urdhon me bë diçka keq, do thotë di vepër të shëmtuara, sikur që mund të më kanë lakurisia në tavaf. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, si po i shpifni apo po thuni diçka për Allahun, diçka që ju nuk e dini. Pra diçka që e bëni me pretendimin e juaj që në fakt nuk është e saktë kjo çfarë ju pretendoni. Edhe kështu Allah i Madhërisht megjithse nuk i përgjigjet pyetjes parë apo pretendimit, arsyetimit të parë që kanë thonë të parë ton i kena pa kështu dhe po veprojnë, pra edhe pse edhe kjo është e gabuar, për arsye se njeriu nuk obligohet me u arsyetu se çështu pisha njerëzit edhe po veproj, ose prindrit, ose nuk është argument kjo. Edhe kur s'ka qenë, as në islam kjo nuk është argument. Nuk mundesh me thonë valla unë po falna se baba em o fal. Që me një fjalë mos i shfal baba em si shafal asune. Jo, kjo nuk është argument. Mundesh me kanë një far kur don me fol për veten tonë, historinë tonë, po ti falesh për shkak të urdhrit të Zotit, e jo për shkak se dikush e ka vepruar para teje edhe ti po pason atë rrugë. Pra kjo në hap të parë është diçka jo e pranuar në islam, parimisht. Pra nuk është argument vetvete. Prandaj edhe Allahu i Madhërisht nuk e përmend, megjithëse në disa raste tjera Allahu i Madhërisht i përgjigjet edhe kësaj edhe refuzon. Po ajo që koncentrohet në këtë përgjigje, që si ka mundësi Zoti me urdhëru një veprim të shëmtuar, që me bë, pra me lakurish me dal edhe me për arsye se vëllezër të nderuar, është interesant me pas parasysh që
të vetmet krijesa që Allahu i Madhërisht i ka kriju në këtë univers në përgjithësi, janë njerëzit që pra veshin veshje, pra mojnë veshje, rroba, edhe pra kanë marrë, nuk shfaqin, nuk ekspozojnë, edhe pra kjo do thot një natyrshmëri edhe një gjë që ndërlidhet me karakterin edhe me sjelljen e njeriut në përgjithësi. Prandaj edhe Allahu i Madhërisht i ka largu këto dy pretendimet e tyre në përgjithësi. Kurse si arsye e ritualit, domthonë me një fjalë si e veprimtarisë, se pse e kanë bë këtë gjë mushrikët në përgjithësi, pra gjatë tavafit e kanë bë tavafin lakurisht, jo domosdoshmërisht gjithherë. E keni parasysh, nuk e kanë bë gjithherë, po në raste të veçanta, posaçërisht kur ka qenë rituali i haxhit, kur ka qenë grumbullimi i njerëzve, rruga e gjatë që kanë bë, e kanë konsideruar që ky ritual mu bën këtë formë, duke u zhvesh, duke bë lakurisht, është në nivelin më të lartë të ritualit, të tavafit. Pra e kanë konsideruar si diçka më e mirë dhe më e lavdruar sipas tyre. Për arsye se kanë thonë që janë arsyetu, kanë thonë që neve zakonisht bëjmë gjunahe me çato tesha. A e keni parasysh? Edhe tash me dal, a e ki parasysh kur dën tash me arsyetu veten, mundesh me gjetë, i shohim shpesh njerëzit edhe në gjanat pa lidhje, e arsyeton veten. Belil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira. Njeri e sheh veten e tij kur s'është kurkun hiç, po thot Allahu i Madhërisht, e sheh do thot realitet, edhe pse ka prirje me arsyetu veten. Prandaj kjo prirje është shfaqet edhe tek ata. Kan thonë çysh mundet njeri me kry ritualin e tavafit kur me çato tesha kena bë gjunahna. Prandaj i ka njek teshat që me pretendu që po bëj ritualin duke i largu nga vetja ato tesha me cilat e kanë bë gjunahin, që me ka më afër Zotit. Ky ka qenë pretendimi i tyre, ose kanë thonë disa arsyetime, siç përmenden në disa libra, kanë thonë që kështu na ka lind Zoti të pastër, edhe po dalim para Zotit ashtu siç na ka lind nana. A keni parasysh, domethënë që ashtu që kemi ardhur në këtë dynjë, Allah e ka bërë me ardhur në këtë dynjë pa tesha, atëherë po vim edhe po e lusim Zotin Madhërisht në këtë formë lakurisht. Këtu kanë qenë ato arsyetimet e tyre, e keni parasysh e përmenda prirjet e tyre dhe arsyetimet e tyre. Për këtë shkak edhe në disa raste, posaçërisht mushrikët e Mekës, edhe më konkretisht Kurejshitët nuk janë zhvesh. Ata e kanë bërë tavafin me teshat e tyre, për arsye se edhe aty ka qenë një farë, qysh me thonë një farë ideje e një lloj supremacie të Kurejshitëve, që janë mbi nivelin e njerëzve të tjerë. Për arsye se ata kanë qenë kujdestarët e Qabes, banorët e Mekës, familje e nderume, prandaj këta nuk e kanë ul veten mi hjek teshat. Edhe kanë konsideruar që na jem një lloj me qujt kushtimi, shenëtërie ose një lloj veçantie, e përmenda pak më herët një lloj supremacie që jemi na mbi të tjerët. Pra nuk jemi ma të zakonshëm si këta që duhet mi hjek teshat, na nuk i hjekum. Edhe kanë pas një privilegje shtesë kësaj që kush ka dash prej mushrikëve që ka ardhur në Mekë, ka mujt me i huazu rrobat e dikujt prej mushrikëve Kurejshitëve, mi vesh ato dhe me bë tavafin me teshat e tij, atëherë kjo ka qenë valide, për arsye se ka bë tavaf me teshat e një Kurejshiti që është e lejuar me e bë. Domthonë veprime dhe ide që ata i kanë shpik pe vetes tyre, duke pas parasysh që të arsyetimin që e përmenda pak më herët, po gjithashtu është interesante, neve po i përmendim këtë për me e kuptu realitetin e qasjes së tyre. Gjithashtu ata kanë pretendu që nëse i ki rroba treja që ke bleq aty për aty, atëre ke mujt me bë tavaf edhe me ato tesha, po me kusht që masi që e ke kry tavafin, pastaj mi djeg ato, mos mi majt.
këto kanë qenë ato pretendimet e tyre, edhe qysh e kanë ba tavafin në përgjithësi mushrikët e Mekës në Qabe. Pra, ose kanë ba lakuriq, ose i kanë huazu teshat e mushrikëve të Kurishit, për arsye se kanë pas veçanti, ose kanë ba tavaf me robat e reja të tyre që masi që e kanë kry tavafin, pastaj i kanë hjekë dhe i kanë djegë ato roba. Kështu ka qenë mënyra edhe qasja edhe si e kanë realizu tavafin mushrikët e Mekës. Pra të gjitha ide që i kanë nxjerrë për vetës tyre, logjikës tyre, ja u ka marrë menja, pra nuk kishin ndonjë mbështetje në asgjë, edhe kështu e kanë zhvillu tavafin në përgjithësi. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e zgjedh Ebu Bekrin së bashku me 300 veta si përmenëm, edhe shkojnë për me ba haxhin, nisen. Mirë po, kur të niset Ebu Bekri edhe kalojnë disa orë, pra jo gjatë, atëherë tregojnë për cilësit e sirës se zbret ajetet e surës Barae, apo surës Taubes, që është sureja e Koranit, e vetëmja sure e cila nuk fillon me bismillah. Apo është mas Enfalit, pastaj është surja Al-Barae ose surja Taube, surja e pendimit, pra është surja e vetme në Kuranin famlar e cila pra fillon me pa bismillah. E tash kur zbresin këto ajete të surës Barae, faktikisht janë disa ajete, thuhet në disa transmetime që pejgamberi sallallahu alajhi kanë qenë parafërsisht 30 ajete që ka qenë një lloj deklarate, një lloj komunikimi i Allahut Madhërisëm ndaj banorëve të siudhesës së Arabisë në përgjithësi, më konkretisht mushrikëve në përgjithësi. Pra ishte një komunikat ndaj tyre, edhe një lloj afatizimi për mundësinë e kthimit apo pranimit të Islamit, ose për ndryshe edhe me e liru siudhesën e Arabisë. Pra ka qenë një lloj afatizimi për ta. Prandaj edhe shohim fillimi i surës ku Zoti i Madhërisëm thot bara'atu minallahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum minal mushrikin. Pra ajeti i parë që tham edhe një herë fillon pa bismillah. Pra fillon vetëm me fillimin e ajetit të parë, pra pa u hy me bismillahin hyrës, ku Zoti i Madhërisëm bëhet një deklarat e denoncimi apo distancimi apo deklarat e prishjes së një marrëveshje, po thot bara'atun min Allah. Bara në gjuhën arabe është për qëllim kur njëri manifeston një lloj distancimi apo një lloj prej çdo marrëveshje që e ka bë pra bara'at, pra distancimi i Allahut dhe të dërguarit të tij ndaj atyre të cilët i ka dhënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka marrëveshje prej idhujtarëve. Pra kjo është do thot deklarata. Fasihu fil ardi 4 ashhurin wa'lamu annakum ghayru mu'jizillah wa anna Allah mughzil kafirin, ku Allah i Madhërisëm po i afatizon idhujtarët e siudhesës së Arabisë në pyjap afat 4 muaj. Po thot jeni 4 muaj të lirë që të jetoni lirshëm, edhe ta diskutoni në veten e juaj këtë formë të adhurimit idhujtarisë që po e veproni kaq kohë. Kështu që 4 muaj i keni afat. Dhe dijeni që nuk është që mundi me i ik fuqisë së Allahut Madhërisëm, edhe mas këtij afati Allahu i Madhërisëm do t'i nënshtroj edhe do t'i nënçmoj pra jo besimtarët. Wa adhanu min Allahi wa rasulihi ila an-nasi yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari'un min al-mushrikin. Dhe po thot thirrje prej Allahut dhe të dërguarit të tij për njerëzit në përgjithësi, yawm al-hajj al-akbar, në ditën e haxhit të madh. Çka është për qëllim? Ditën e Arafatit, kur ndodh pra dita e 9 e Dhulhijhes, edhe dalin njerëzit në Arafat, për arsye se edhe mushrikët e Mekës, mushrikët në përgjithësi kanë dalë në Arafat,
me përjashtim të kurishitëve, prap ata e kanë konsideruar veten se janë ata të cilët kujdesen për Qabën, kujdesen për haxhilerët, prandaj kanë thonë na nuk dalim, për arsye se na jem atë që e përmenda pak më herët. Po të gjithë idhujtarët tjerë kanë dalë në Arafat, e Allahu i Madhërisht bëhet kur dalin aty me bë këtë deklarat që mas 4 muaje prishe çdo marrëveshje ndërmjet neve, prandaj edhe e keni opsionin ose ta pranoni Islamin, edhe ta lëni idhujtarin, ose ta lironi civilizën e Arabisë, pra edhe mos qëndroni më në këtë vend si idhujtar. Edhe me një fjalë, një lloj paralajmërimi atë që e ka thonë edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që në vitin e 10 të haxhit, pra në Dhulhijhet vitit 10, kur bëhet haxhi i vitit 10, në cilin ka me marrë pjesë edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk ka më idhujtar. Pra nuk ka më me bë haxhin edhe muslimanët edhe idhujtarët së bashku. Pra e kanë afatin që do të ndërpritet kjo. Pra këto ajete që kanë zbrit janë parafërsisht kjo, pra thuhet kanë qenë 30 ajete prej fillimit të surës, 30 ajete që janë obliguar që muslimanët me u lexu kujt idhujtarëve në përgjithësi edhe me i tregu afatizimin e tyre. Kur kanë zbrit këto ajete, Ebu Bekri veç se ishte nisur për në Qabe. Po pak orë, kështu që thuhet që ka qenë ndalje të Medinës, pak rrugë masi që kishte dalë prej Medinës. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e urdhron, kërkon prej Aliut radhiyallahu ta'ala anhu që ai me i marrë këto ajete, faktikisht i ka mësu përmensh Aliu për arsye se kjo ka qenë praktika e sahabëve, si kanë zbrit ajetet, me njeri ka mësu përmensh. Sa kanë qenë, edhe ka thonë me shku me këto ajete edhe mjau përcjell në Arafat. Edhe niset Aliu, edhe karakteristik është që e merr devën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo është një paralajmërim, për arsye se marrja e devës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është një lajmërim që po vjen një lajmtar prej udhëhesit. Edhe kjo është apliku ose nganjëherë ka marrë unazën e udhëhesit ose diçka shpatën ose diçka e tij për me tregu se kjo është emaneti që po e marr prej këtij personi që e bart, me cilën është njoh. E ka marrë devën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe është nis. Edhe ka taku Ebu Bekrin në ndalje të Medinës, pak rrugë, Dhul-Hulejfe tash i thojnë, faktikisht është vendi ku veshen ihramat. Tash ajo konsiderohet tash pjesë e Medinës, pra vese është fut si vendbanim me Medinën, sidoqoftë atëherë ka qenë jashtë Medinës. Edhe kur e sheh Ebu Bekri që po vjen Aliu radhiyallahu ta'ala anhu, edhe sheh edhe ma qartë se ka devën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë din që nuk është një punë e vogël, paska mesele këtu. Edhe çka ja bën pyetjen e parë Ebu Bekri Aliut radhiyallahu ta'ala anhu, thot emirun au ma'mur. Që do të thonë a ke ardh si udhëhes apo i udhëhequr. Me një fjalë, a ke ardh ti me udhëheq grupin që unë me kon mas teje, apo ke ardh që unë prap me vazhdu si udhëhes edhe ti me kon nër komandën apo nën udhëhesjen time. Edhe Aliu radhiyallahu ta'ala anhu thot bel ma'mur. Thot jam i urdhëruar që me ardh nën udhëhesjen tënde. Ti ki me udhëhes, mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më ka obligu që këto ajete m'ja u lexu njerëzve në Arafat edhe m'ja u tregu që afatizimi është 4 muaj prej këtij momenti që u lexojmë, që mas 4 muaje kanë zgjedhjen ose më bë musliman ose me është fjala për mushrikët e Mekë, mushrikët e syudhesës Arabisë në përgjithësi, ose me e liru, mos me banu më në posaçërisht në pjesën e Hijazit, pra në pjesën e ku janë ato vendet shajta, për arsye se tolerimi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë deri në ato afate që të depërtoj njohuria të krejt njerëzit, edhe mos me pas arsyetim asnjëri prej tyre se nuk e ka kuptu qartë islamin, prandaj është përmbyll kjo edhe nuk ka më arsyetim që me ilan ata që me e njëllos këto vendet shajta, Mekën, Qabën, Arafatin, Muzdelifen, Minën, e këto vendet shajta, me i njëllos edhe me i përly me veprimet e idhujtarisë
për cilat nuk ka urdhru as Allah i Madhërisht dhe nuk kanë qenë pjesë e veprimtarisë Ibrahimit a.s. e ashme pak edhe të Ismailit a.s. Prandaj edhe kjo ka qenë, edhe i bashkangjitet Aliu i bashkangjitet Ebu Bekrit, edhe vazhdojnë udhimin. Këtu, sa për korrektësi, vetëm po du me e përmen edhe atë se janë dy transmetime apo dy gjana që përmenen në sire, ndoshta i keni dëgju ose ndoshta nuk i keni dëgju, po vetëm po du me e përmen se ndoshta në disa rrethana munden me e dëgju edhe me thonë ka dalë se këto hoxha nuk na ka shpjeguar dhe se ka e sakt, apo çka pas ka ndodhur, apo me pas paqartësi. E para është se në disa përcjellës të sirës, pra arsye se ne kemi përmend se burimet kryesore të sirës e dim kush janë disa libra të vjetra, kur flasin për këtë haxhin vitin e 9, ka transmetime prej tabiinit Mujahidi ka qenë nxënësi i kujt? Abdullah ibn Abbasit, nxënësi më i dalluar i Abdullah ibn Abbasit, tregon ai në një transmetim që haxhi i vitit të 10 është bën në muajin Dhulqa'da, jo në muajin Dhulhijja. E keni parasysh? Domethënë është bën në muajin e 11, jo në muajin e 12. Sipas kalendarit të muslimanëve. Çysh ndodh kjo? Kjo ndodh se ndoshta kemi përmend në disa raste, posaçërisht tek betejat edhe luftrat e idhujtarëve, që ata e kanë pas një praktik me bë lojë me mujt e ndryshëm, apo posaçërisht me mujt e Ashurul Hurum, me mujt e shejt, apo i kanë shty, i kanë ndrru, çashtu qysh ja u ka marrë mendja apo kanë pas arsyetim. Prandaj edhe punën e haxhit e kanë ndryshu, nuk e kanë bërë në të njëjtin muaj që gjithmonë në Dhulhijja. Bile në disa transmetime thuhet që në çdo 2 vit e kanë ndryshu. Në 2 vit e kanë bërë në një muaj, pastaj mas 2 viteve e kanë bërë në muajin tjetër, mas 2 vite në muajin tjetër, e kështu kanë lujt edhe me kohën e haxhit, për shkak të rrethanave apo ja u ka marrë mendje, mundet me qenë edhe arsyet edhe tregtare ekonomike. E keni parasysh ka herë edhe neve në Ramazan thonë pse mos me konë Ramazan i gjithë një kohë. Me konë gjithë në dimër, ose me konë gjithë në verë, ose me konë as dimër as verë. Neve dim që kalendari hënor ndryshon ose gjithmonë është 11 ditë më i shkurt se sa kalendari diellor. Dhe kjo është kështu edhe vazhdon, edhe nuk ndryshon asnjëherë. Mushrikët e Mekës kanë ndryshu, e kanë bë. Edhe në vitin e 9 i ka ra me kon haxhi në Dhulqa'da, jo në Dhulhijja. E në vitin e 10 kur e ka bë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam haxhin, ka qenë vitin e 10. Për arsye se është shty, çashtu qysh e kanë shty çdo 2 vit. A e keni parasysh? Kjo është do thot një thanje që transmetohet prej Mujahidit edhe disave, madje edhe Ibn al-Qayyim në Zadul Ma'ad, sikurse anon në këtë qendrim. Pastaj Kurtubi o disa të tjerë, sikurse anojnë në këtë qendrim. Unë e përmenda këtë vetëm me e pas parasysh që ka mundësi ndonjë rast apo ndonjë situatë, për arsye se shpjegimi i sirës në këtë ders është pak ma i shtjellum, pra ma i zgjerum, nuk është do thot vetëm përcjellja e ngjarjeve, prandaj edhe e pas arsysh me pas parasysh. Mirë po, ka transmetime tjera që thuat që edhe viti 9 edhe viti 10 ka qëllu me qenë Dhulhijja sipas praktikës edhe të idhujtarëve në muajin e Dhulhijjas. Pra e kanë bë edhe Ebu Bekri, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka bën në Dhulhijja, e jo Ebu Bekri në Dhulqa'da e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Dhulhijja. Edhe ky transmetim është i saktë, madje edhe prej vet Mujahidit ka dy thënie të transmetuara, po e përmenda vetëm me pas parasysh. Kjo është e para. Edhe e dyta, që gjithashtu është e rëndësishme me pas parasysh si shtjellim, është se në disa libra të sirës përmendet që surja e Taubes i ka zbritur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam para se munis Ebu Bekri. Pra domthon para se munis Ebu Bekri, ajetet i ka marrë edhe o marrë vesh që ato me i qu edhe me
me i deklaru në Arafat. Po pse pejgamberi sa pastaj i ka thonë Aliu që mi shku pas edhe mi bashkangjit Ebu Bekrit, kanë thonë arsyeja është se parim kanë qenë në marrëveshjet e Arabëve në përgjithësi si pjesë e mënyrës edhe trajtimit të marrëveshjeve është që nëse ka pas marrëveshje në mes të dy fisëve, edhe është deklaru ai kryesori i fisit se ajo marrëveshje është prish, atëherë çit deklarim nuk guxon me pru dikush i jashtëm. Po do të më kon dikush i mrena fisit edhe që është i familjes, që me kon më i sigurt që ky lajmërim. Ai ki parasysh. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë kët lajmërim duhet me bë dikush i familjes tëm që është i afër, e ajo është edhe prandaj e zgjedh Aliun radhiyallahu ta'ala anhu që kur ta diskutoj edhe kur t'ja u përcjell këtë lajm mushrikëve në përgjithësi me e ditë se është lajm prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe mos mu kuptu pra me kanë në përfillje edhe me metodologjinë e tyre. Mos me thonë që pse këtë lajm e na e pru dikush që është jashtë familjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, prandaj mos me qenë ky arsyetim i tyre edhe për me fuqizu komunikimin e ka bërë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me e përcjell Aliu këtë lajm e jo dikush tjetër. Pra ai që është i familjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për arsye se neve e dim në shumë rrethana, disa prej tyre i kemi përmend, kur ka qenë në pyetje diçka që është ndërlidhur me familjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atëherë Aliu ka qenë ai i zgjedhur i cili është marrë me atë punë, e jo dikush tjetër. Për shkak se ai është kuptuar edhe është ditë që është prej familjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, prej Ehlubeitit. Transmetohet një hadith nga Tirmidhiu se e ka pyet dikush Aliun radhiyallahu ta'ala anhu se pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të ka bërë që me u bashkangjit Ebu Bekrit edhe me përcjell apo çka ka qenë arsyeja, atëre Aliu radhiyallahu ta'ala anhu tregon se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam më ka dërgu për me i sqaru katër gjëra apo mi proklamu katër gjëra. Cilat i kanë qenë aty? E para, mos me bë tavaf lakurish rreth Ka'bes, që kjo ka me qenë ndalume. Kjo është e para. E dyta, kush ka marrëveshje me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, marrëveshje diçka e caktuar me afat, atëherë afati, kush ka afat, ai afati zgjat deri në 4 muaj. Kush nuk ka marrëveshje me, faktikisht qasja e njerëzve kanë qenë 3 kategori. Ata me të cilët pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas afat ma pak se 4 muaj, apo kanë qenë disa persona, një prej personave më të njohur kush ka qenë Safwan ibn Umayya, apo kështu me radhë disa kanë pas afat ma pak, disa kanë pas afat më shumë se 4 muaj, edhe dikush që nuk ka pas marrëveshje me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Kanë qenë 3 kategori. E të treve ju është drejtuar që e dyta pra ka qenë që kush ka marrëveshje me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, kjo marrëveshje do thotë zgjatet deri në 4 muaj. Edhe ata që s'kan marrëveshje 4 muaj janë të lirë me bashka dojnë. Po mas 4 muaje atëherë nuk ka marrëveshje me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, edhe prishet çdo gjë. E ata të cilët ka marrëveshje pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, nëse është marrëveshje specifike, atëherë qëndrojmë ashtu, edhe i kërkohet edhe në ajetet e Bara'ës, pra të fillimit surës, pejgamberi Allah i madhreshëm e përjashton ato marrëveshje që pejgamberi sallallahu ka me domethënë marrëveshje specifike që mbesin ashtu, përveç nëse ata e prishin marrëveshjen, atëherë edhe ajo është e prisht. Pra kjo ka qenë. Edhe e treta, pra e para ishte mos me bë tavaf lakurish, e dyta për marrëveshjet, edhe e treta nuk do të hyjë në xhenet askush përveç atij që është mu'min, domethënë që e beson Allahun e Madhreshëm ashtu siç duhet. Edhe kjo është do thotë një parim që duhet me pas parasysh që posaçërisht edhe për në kohën e sodit që me thonë me rëndësi është njëri me besu, nuk është me rëndësi çka beson. Jo, nuk është parimore edhe çka beson.
Për arsye se po të ishte me rëndësi veç me besu diçka, atëherë nuk është edhe nuk ka sens edhe nuk ka logjik edhe feja në vete. Për arsye se veç me besu, a beson Zot, a beson dru, a beson në idhull, a beson në Isaun alayhisalam që është Zot, atëherë këtu nuk ka kurfar logjike besimi. Prandaj edhe kjo do thot ai parimi që kush dihet qartë që besimtar i cili i garantohet shpëtimi tek Allahu i Madhërisht është ai i cili beson Allahun ashtu siç duhet në njëshmëri, ashtu siç na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe e katërta që pas këtij viti, është fjala pas vitit të 9, nuk do të bashkohen në haxh edhe mushrikët edhe besimtarët. Me një fjalë, ky do të jetë haxhi i fundit për mushrikët. Dhe pas këtij viti ata nuk do të preferojnë haxhin në vitin e 10. Edhe kjo është domosdoshmë ai afatizimi që më ju tregu që mas këtij haxhi nuk ka më haxh për mushrikët. Edhe po thot Aliu radiallahu ta'ala anhu, ku do që shkojra në për mese, në për qendra, në për vende ku kishte haxhiler, unë ngrisha edhe lexoj kë pjesë të ajetet në surën El-Bara'a, edhe thot ju tregojsha këto 4 pika, edhe bërtitësha shumë, sa që në disa transmetime thuhet sa që mu ka shtjerë zane, domethënë nga ajo nxjerra zanit të tepërt edhe sqarimit të kësaj. Edhe Ebu Hurajra radiallahu ta'ala anhu transmetohet në disa transmetime që ka qenë së bashku me Aliun radiallahu, e ka shoqëruar Aliun edhe në këtë udhtim, edhe ka qenë bashkë me Aliun, edhe ai në disa raste i ka ndihmu Aliut edhe e ka bërë njëjtin, pra ka paralajmëru, i ka lexuar ajetet edhe i ka treguar që pas këtij viti pra nuk do të ketë haxh për mushrikët. Pra këto kanë qenë ato 4 pika për cilat është shpjeguar. Gjithashtu ndoshta është e rëndësishme me pas parasysh edhe kjo karakteristika për arsye se surja Tauba që e përmendëm pak më herët është vetmja sure në Kur'anin famlar që është pa bismillah. Ka shpjegime dhe kjo më shumë shpjegohet në fushën e tefsirit që është një fushë e komentimit të Kur'anit që është një fushë edhe më specifike, i thojnë ulumul Kur'an, shkencat e Kur'anit që mirret me shpjegimin e formave të leximit, shkaqet e zbritjes, gjërat që ndërlidhen me Kur'anin, radhitja Kur'anit, radhitja sureve, ndërlidhjeve e ajeteve nërmjet veti. Domethënë është një shkencë më specifike e shkencave të Kur'anit në përgjithësi që i shpjegon këto, prandaj edhe kur flet apo kur diskutohet çështja e pse bismillah nuk fillon me bismillah, shpjegojnë 2 arsye, të dyja transmetohen e para prej Aliut radiallahu ta'ala anhu, i cili thotë që vërtet kjo sure përmban një lloj distancimi dhe një lloj kërcënimi, me thonë kushtimisht ndaj mushrikëve për këtë formë të adhurimit edhe afatizimit tyre 4 muaj, prandaj nuk përputhet me fillu me bismillah edhe me rahmet Zotit, për arsye se është një lloj paralajmërimi për ta që o kry, afati juaj është edhe 4 muaj, mas 4 muajve nuk ju lejoj me performu idhujtarin në vendet e shejta. Kjo ka qenë shkaku pse nuk ka fillu me bismillah. Arsyeja e dytë përmendet prej Othmanit radiallahu ta'ala anhu, prej sahabiju të njohur, thuhet që një tabene ka pyet Othmanin radiallahu ta'ala anhu, pse ju e dini që në Kur'anin famlar ajetet janë radhit, dhe kjo ka të bëjë me ulumul Kur'an, me shkencat Kur'anit, ajetet janë radhit sipas shpalljes. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju ka treguar sahabëve që çto ajete në cëllën sure shkojnë. Këto ajete në cëllën sure shkojnë në përgjithësi. Mirë po radhitja e sureve brenda në Kur'an, në mushaf me thon kushtimisht, nuk është bërë me shpallje. Për arsye se njerëzit i kanë mësuar, pra e dini që tubimi i Kur'anit kur është bërë? Është bërë në kohën e Ebu Bekrit, radiallahu ta'ala anhu, tubimin në një vend. Në kohën e Othmanit është bërë pra disa kopje të këtij Kurani dhe janë shpërndarë për qendrat islame, qytetet islame të asaj kohe. Edhe kur është pyet ka thonë pse e keni radhit Tauben, surja Taube ka ardhur mas Enfalit. E keni parasysh në radhitje, pra ka ardhur mas Enfalit. Pse keni radhit kur e dim që
enfali ka zbrit në fillim, enfali ka zbrit në kur? Në betejën e Bedrit, ku flitet për, e kemi përmend, kur flitet për ndarjen e pasurisë, dispozita që këtë bëjë, kurse Berae, pra Teuba ka zbrit tash në vitin e 9, respektivisht pak para se më fut në vitin e 10. Edhe pse me vendos me njëherë mas enfalit, që nuk ka lidhje ndër këto dy sure ndërmjet veti, nga kronologjia kohës. Edhe Othmani ka thonë, këtë e kemi ba për shkak, pra sahabët e kanë ba, për shkak se edhe në Enfal, edhe në Teuba flitet për luftën, apo? Edhe tematika përafërsisht është e njëjtë, prandaj i kemi radhit, madje kemi supozu që për shkak tematikës e njëjtë, që Teubeja me kam pjesë e Enfalit. Ka prej sahabët që kanë thonë është pjesë e Enfalit, prandaj e kemi radhit pas ti, edhe për këtë shkak edhe s'ka bismillah. Edhe kjo ka qenë do thot njëra prej arsyeve, pra këto dy arsyje përmenden pse Teubeja nuk ka bismillah. E para, se ka të bëjmë me një deklaratë edhe një afatizim të mushrikëve, edhe aty nuk përputhet me natyrën e bismillahit edhe rahmetit të Zotit, edhe dyta, për shkak që asaj që tematika e Enfalit edhe Teubes është e njëjtë, prandaj edhe janë radhit njëna pas tjetra si me ka një sure. Edhe për çata dhe s'ka bismillah. Si të qoftë, kjo ka të bëjë me shkencat e Koranit, po e shpjegum për me pas parasysh edhe me ditë si shpjegim, nga njëherë pyetemi si hoxhallar pse ndodh kjo, dhe kjo është do thot arsyeja. Në fund do t'i përmenim dy pika, pra kjo është ngjarja e Haxhit Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu, do t'i përmeni dy pika të rëndësishme që është e nevojshme me i përmend nga kjo ngjarje në përgjithësi. E para, zgjedhja e Aliut për m'ju bashkangjit kujt Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu. Kjo ngjarje apo kjo ekses me thonë apo ndodhi në sire është një nga argumentet me thonë kushtimisht si pas tyne, ma të fuqishme që e përdorin kush shijat për me pretendu që kush Aliu radiallahu ta'ala anhu është që ka më shumë përparësi me kanë khalife muslimanëve ose imami muslimanëve se sa Ebu Bekri. Për arsye se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka bë të thot me ju bashkangjit dhe këtë e konsideron një prej argument. Ka argument tjetër, nuk do të futemi në atë, po kjo është një prej argumente më të fuqishme që e përdorin atë. Mirë po, çka themi ne si Ahlus Sunne, në fakt kjo është argumenti i kundërt, për arsye se çka ka ardhur edhe ju ka bashkangjit Ebu Bekrit. Nuk është që është bë udhëhes edhe jo Ebu Bekrit, ashtu siç deklarohet qartë, pra Ebu Bekri ka qenë udhëhesi kryesor, edhe ky ka ardhur në kuadër të udhëhesës së Ebu Bekrit, edhe kjo është një argument për neve e jo kundër neve. Kjo është do thotë e para, edhe e dyta, që është shumë e rëndësishme, ndoshta si shpjegim, besoj që ta keni parasysh edhe ta kuptoni qartë, haxhi i muslimanëve së bashku me mushrikët. Sa është kjo e logjikshme? E sa është domethënë e natyrshme kjo? Se si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe pse në vitin e 8 e ka çliruar Mekën, në vitin e 9 ka qenë në udhëhesjen e tij. Apo një vit, në fakt më shumë se një vit, ka leju veprime të shirkut edhe në Qabe, edhe pse i ka rënu këto idhujt, apo ai ka rënu gjithë idhujt, edhe megjithatë nuk i ka kufizu edhe nuk i ka detyru mos adhurimin apo mos idhujtarin derisa ka ardhur një fazë që u krymo, kush don me kuptu qartën e ki një lloj afatizimi, apo e kjo është e rëndësishme me pas parasysh në aplikimin e rregullave dhe ligjeve të shariatit në përgjithësi. Posaçërisht në një shtet që është në formim e sipër, nuk është në formë obligative si të futet me njëherë me kon aplikimi i ligjeve të Zotit në rand parë, apo edhe kjo ndoshta ndërlidhet edhe me rrethanin e shtetit të Sirisë në kohën bashkëkohore. Apo kupton, disa të gotë shumë që kërkojnë zbatim, posaçërisht disa që janë pak më ekstrem, kemi përmendur në raste tjera të teprimit në tekfir edhe
në çështjen e hakimisë dhe gjykimit sipas ligjeve të Zotit, po e shohim do thotë këtë afatizim. Kjo është e rëndësishme me pas parasysh edhe me meditu rreth kësaj se si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam megjithëse ka mujt në ditën e çlirimit të Mekës, kur e ka caktuar Atab ibn Usaidin, edhe me thon pe këtij momenti, mi thon Atabit kun të shes që ka ardhur te çabja, edhe bën një veprim të shirkut, atëherë ose me ndalu ose me luftu, po se ka urdhëruar kështu. Pse? Natyrshëm bindja dhe besimi do të më ardhë, e jo me imponim, apo? Edhe kështu ka ndodhur, edhe kështu është zhvillu, prandaj ka ardhur ky afatizim deri në vitin e 9 Hijrit, para rimrimi 4 muaj, edhe mas 4 muajit pasaj tërhiqet edhe o kry afatizimit. Do të me pranu islamin, ja ku e kis, do të me pranu, atë në këto vendet shejta nuk ka mu manifestim të shirkut. Edhe prandaj, prej asaj kohë, deri në ditën e sodit, nuk ka mu pra rrethana apo manifestim të shirkut ose të ndonjë feje jashta islamit në për ato vendet shejta për shkak të kërkesës edhe aplikimit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Këtë nuk e kanë bërë muslimanët në për vende tjera apo në për shtetet kur ka ndodhur çlirimi, sikur që e shohim në Jerusalem, kur e kanë çliru, i kanë leju edhe krishterët me jetu, edhe hebrejt me jetu, secilim ka pas drejtën e aplikimit të fesë, apo edhe në për vende tjera në Egjipt, në shumë vende musliman, domethënë mushrikët e kanë fjalën krishterët edhe fe tjera kanë qenë lirë në zbatimin e fesë tyre brenda shtetit islam, nuk ka pas imponim. Mirë po, kjo ka qenë specifike këtyre vendeve të shejta që këtu nuk lejohet manifestimi i asnjë feje tjetër përveç islamit, për arsye se kjo është specifike këtij vendi të shejt edhe karakterizohet me këtë. Pra, këto dy pika edhe me këtë po e përmbyllum, besoj që këtë pikën e dytë ndoshta ka shumë çka me e shtjellu dhe me pas parasysh edhe me meditu rreth saj, po për shkak të kohës ndalemi këtu. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.